Sa i përket motorave të kategorisë Touring, kategorisë 650, 700, 750, unë mendoj se Honda NC 750X është më i miri. Arsyeja është që këto janë shumë reliable, pra këto kanë një maksimum xhiros prej 6 apo 7000 xhiro. Që mendoj se Honda ka bërë këtë për arsye që të mbrojë motorin. Se unë kam parë NC me 300.000 km që s'janë hap një herë në grup. Edhe për kategorinë që janë këto, që është kategoria Touring, pak sport, është një ndër kategoritë më të mira. Se këto kanë 3 valigje, i vendoset valigje kryesore dhe 2 valigje anash, kanë goxha hapësirë për ture. Kanë një tork shumë të mirë në fillim, gjërat larta kanë një tork më të ulët, nuk është se i duhet torku këtyre në gjërat larta. Edhe për te se jesin goxha mirë. Qëse do e ka soja këtë me 650 që në Kawasaki Versus që unë kam pas, që ka qenë viti 2020, ai ka pas më shumë xhiro, por kjo është goxha më e rehatshëm si motor. Edhe pjesa serviseve normalisht se një motor që bën shumë kilometra, normalisht duhet që të shkojë edhe sa më pak në servise. Kjo për shembull është një ndër motorat që për servise vënë më pak nga gjithë motorat e tjerë. Honda për mendimin tim ka bërë revolucion me çdo motor për sa i përket pjesës serviseve, po me këtë herë ka bërë të pavdekshëm. Vetmja gjë që nuk më pëlqen shumë të këto motora është që frenimin e kanë pak dobët, se kanë vetëm një disk para. Duhet se s'bën të frenosh pak si fort, sidomos kur je duke ecë agresivisht. Opsione nuk është se kanë shumë, kjo është i 2017-ës. Dhe një gjë tjetër e keqe që mu s'pëlqen, nuk e di nëse versioni i ri e ka atë, po cruise controlli mendoj që për motorat Touring është i domosdoshëm. Ky nuk e ka, cruise control është kur ti e lëshon motorin dhe ecën vetë siç e ka makina. Ky version që kam unë nuk ka traction. Që ditët me shi, ditët e dimrit për një motor Touring unë mendoj që është i domosdoshëm. Nuk është se ka shumë opsione, ka për shembull ngrohtjen e duarve, ka vetë. Por mbi të gjitha, pavarësisht opsioneve, për çmimin që ka, është goxha mirë. Nuk e di se si njerëzit shkojnë blejnë XADV në krahasim me këtë, sepse ky ka gjysmën e çmimit të XADV-s, ndoshta edhe më pak se gjysmën. Edhe është një motor pothuajse. Thjesht pamja ndryshon, por XADV për mendimin tim nuk është aq shumë i rehatshëm për turet gjata, kurse ky është shumë i rehatshëm. I vendos dhe valigjet. Edhe unë do vendosja, do bleja gjithmonë këtë në krahasim me XADV-n. Se është pothuajse njëjti motor, edhe ky ka version automat, unë e kam manual, po ka edhe versionin automat. Edhe nëse do pa marshe e ke mundësinë. Edhe prapë me gjysmën e çmimit të XADV-s. XADV është shumë i mirë si motor, po më shumë këtu në Shqipëri më duket sikur po përdoret për port, për status se sa si motor. Është një gjë më NC. Për qenë motorat Ford janë goxha mirë. Për shembull, para kam GS, nëse du ta kaloj, e kaloj. Kjo normalisht varet edhe nga zësia e pilotit, po nuk është një motor që t'le në balë. Ka fuqi, aq sa mund ketë për 750, edhe aq sa mund ketë për kaq xhiro sa ka ky.
kap shumë shpejt limitin e xhirove. Nuk është shumë agresiv si motor, po për ture, për kategorinë që ka ky, është shumë i mirë. Se s'mund ta krahasosh këtë motor, ku e di unë, me GS ose me Afrika, se janë komplet kategori ndryshme. Janë të dy pothuajse touring, por kjo është kategoria middle, kategoria mesme. Kurse Afrika me GS-n janë kategoria e lartë pastaj. Po me aq sa lëvizim ne në Shqipëri, me këtë e kap shumë rehat gjithë Shqipërinë, mund dalësh Malzi, Maqedoni, Greqi, shumë rehat. Ndoshta nuk shkon dot deri në Gjermani, por e po desha edhe shkon. Po ideja është që nuk është aq shumë i rehatshëm për rrugë shumë gjata. Por është perl si motor. Edhe për palosjet vogla nuk është keq, është goxha mirë. Varet dhe nga gomat, varet dhe nga piloti. Por edhe ciklistikën e ka goxha të mirë, është i kontrollueshëm, i manovrueshëm, i lehtë si motor. Të kënaq, sidomos për udhëtime dyshe, është për mendimin tim më i mirë në kategorinë e vet. Normalisht është mendimi im, s'ka pse të jetë mendimi i gjithëve, por për këtë kategori unë i kam provu pothuajse të gjitha. Me Vistrom, me Versus, me Morini, tjetër në kategoritë vet, është NCA 700, mund duket pak i shëmtut. Këto janë motora që zakonisht ky ka në kategoritë vet, mund ketë dhe tjerë që ndoshta unë si di, unë krahasim me tjerët, me çka kam provuar unë, ky ka qenë më i miri. Kaq mund të flas për këtë motor, duke ecë një